nuk ikën me lule, po me shkelma. Le të jetë si protestat e Francës, Greqisë, ku e merr në dorë populli dhe jo me regji. Rrim, ikim. Pse nuk e lini popullin të bëjë çfarë të dojë në protest, mos e pengoni. Rama lule nuk meriton kurrë. Edi Rama meriton edhe do ketë dënimet më të rënda që ka marrë kusht ndonjëherë në këtë vend për krimet që ka kryer. Por përsëri ne i qëndrojmë parimit të kryemëritës paqësore, sepse i dashur zoti Noka, ne nuk vim në pushtet në dhunë. Ne jemi parti demokratike dhe ne vim në pushtet vetëm me votën e shqiptarëve. Kjo rrugë është pak më e mundimshme, por është më e sigurt dhe është më fitimtare. Kjo është arsyeja ne, se nuk duhet tani të hyjmë në histori, por jemi në shkurt dhe shkurti 91 ishte një muaj i përgjakshëm për ne, siç e kujtonin ndoftamto. Në shkurt e 91 u vranë 8 qytetarë të pafajshëm, edhe një foshnjë 2 vjeç në shtratin në kravatën e gjumit tek Flinte. U plagosën mbi 110 vetë në Tiranë dhe në Fier dhe në qytete tjera. U zvarritën pas kamioneve demokratë. U mbajtën me revolën kokë për kohë të tëra, por ne me vendosmërinë tonë, qëllimin tonë, ku na dhunës ne fitu, ne prap do fitojmë. Edhe ne mund të rëmbenim armë si shërmbyen armë vullnetarët e Enverit që ishin që të gjithë bashkëpunëtorët të sigurimit të shtetit ishin ushtarak këtë tjerë, po jo. Ne i qëndruam asaj platforme, dhe sot i qëndrojmë në asaj platforme. Dhe them se kjo platformë i ka shërbyer më shumë se çdo gjë tjetër në Shqipërisë. Laert Vasili, doktor, sipas jush, a është Rama i detyruar ta lëshojë Ballukun sepse barazimi 4-4 i gjykatës kushtetuese duket si frikë gjyqtarëve për të marrë vendim? Të përshëndes. Leart, një radhë parë përshëndes përzemërsisht dhe tuaj sukses atje ku je. Po që se të lejojmë kushtet të mirëpresim prapë në 10 shkurt dhe për vendimin gjithçka është për Ramën. Duhet ta dini ju dhe të gjithë shqiptarë se po të mos ishte implikuar Rama, ai është i gatshëm ta zhduk Belindet pa pyet për të fare. Por problemi është se dosjet, qoftë dosja e Belindës, qoftë dosja e Akshit, të cilat nxjerrin me shëmtim më të madhe të vërtetat e Edi Ramës, nxjerrin se Edi Rama është ai autori i tunelit Llogaraz dhe përfituesi kryesor i 15 milion eurove, nxjerrin se Edi Rama është personi që përcaktonte fituesit e tendrit të Unazës madhe, nxjerrin më keq se çdo gjë tjetër se Edi Rama është Ergyll Sagasi i vërtet. Pra, jemi në këto rrethana të cilat kërkojnë së pari ta kemi të qartë se Edi Rama do bëjë gjithçka për të shpëtuar lëkurën e tij. Së dyti, ta kemi të qartë se vetëm guximi, vendosmëria jonë do shpëtojë Shqipërinë nga Edi Rama.
Ndaj dhe kjo betejë nuk ka të ndarur. Gjerë në fitoren e plot.